Për të folur për aktualitetin politik, jam në studio me Kelida Memën, gazetare Euronews Albanias, autore e emisionit Politics në ekranin tonë. Mirë se erdhe, kënaqësi që të kam në studio. Gjithashtu. Një janar politik I cili pritej me situatat të mbartura nga viti I kaluar dhe në fakt duket sikur ka një pauzë, ka një stop. Tani kjo pauzë që duket sikur po krijohet për vendimmarrje politike, për ndoshta lëvizje politike të forta brenda të dyja krave, mendon që është thjesht vazhdim procesi apo vërtet ka një pauzë që mund diktojë edhe lëvizje të caktuara? Për shembull asgjë. Jo, nuk besoj se do të kemi një asgjë, besoj se do të kemi shumë çka, më shumë se një asgjë. Besoj se pauza lidhet me datën 22. Së pari, 22 janar, që gjykata kushtetuese duhet të shqyrtojë çështjen të ashtu quajtur Balluku, dhe më pas në varësi të vendimarrjes së gjykatës kushtetuese kemi datën 28, që është çështja e imunitetit, nëse do t'i hiqet apo nuk do t'i hiqet imuniteti Belinda Ballukut. Pra janë dy data temase të rëndësishme, për cilat sigurisht që do të përcaktojnë së pari cili do të jetë qëndrimi I Partisë Socialiste, pra vetë Edi Rama çfarë qëndrimi do të mbaj krah numrit të dytë të qeverisë, Belinda Ballukut, dhe nga ana tjetër cili do të jetë edhe qëndrimi I Partisë Demokratike. Sepse çdo vendimarrje që do të prodhojë gjykata kushtetuese dhe më pas do të prodhojë dhe Këshilli I imuniteteve, sigurisht do të ketë një reagim nga Partia Demokratike. Jo pa qëllim edhe protesta e zgjedhur e Partisë Demokratike, besoj, e vendosur nga Sali Berisha me datën 24, lidhet 2 ditë pasi gjykata kushtetuese ka zhvilluar seancën plenare publike dhe është në pritje të marrjes të një vendimit. Nëse vendimi do të jetë pas datës 24, ndoshta protesta do të shërbejë edhe si një mënyrë për të folur gjykatës kushtetuese mbi vendimarrjen që duhet bëjë. Pra t'i flasi populli opozitar dhe në këtë rast Partia Demokratike të përçojë mesazhet e veta. Më pas do të jetë vendimi, data 28 besoj është data më e rëndësishme, sepse këto merela janë dy çështje krejtësisht të ndryshme. Ajo që zhvillohet në gjykatë kushtetuese nuk është e njëjtë me ato që zhvillohet në Këshillin e Imuniteteve. Ne në gjykatë kushtetuese për rastin e Belinda Ballukut kemi vetëm vlerësimin nëse pezullimi kërkuar nga gjykata speciale ishte I drejtë apo nuk ishte I drejtë, ndërsa vendimarrja më e rëndësishme I takon datës 28 në fakt, që ka të bëjë me imunitetin, sepse në këtë rast SPAK kërkon heqjen e imunitetit për Belinda Ballukun për të ushtruar masën e tij nëse do të jetë një arrest me shtëpie apo do të jetë një arrest me burg. Por edhe data 28 në vetvete nuk pritet ndoshta të kemi një vendimarrje po atë ditë. Domethënë ndoshta mund të kemi një vendimarrje të ditëve më të shumta, ditëve të më pas. Pra këto të dyja Këto dy ngjarje që ndodhen me 22 dhe me 28 janë dy ngjarje që do përcaktojnë dhe vazhdimin e politikës më pas. Së pari, se si do të qaset Partia Socialiste, dhe kur themi Partia Socialiste themi Edi Rama, dhe së dyti cili do të jetë edhe aksioni I Partisë Demokratike, do të jetë më I fortë, më I shumë fishuar, apo do të ketë aksione të formave të ndryshme për mënyrën si ajo do të reagojë në varësi të vendimit që do të ketë shumica socialiste. Qartë, le ti marrim me radhë qeveria. Ka dy momente zoti Rama, ditën e sotme është në Abu Dhabi, që andej garanton që deri në fund vitit 2028 do të kemi një pavarësi energjetike, nuk do të kemi nevojë të importojmë, ndërkohë që nga një tjetër moment shumë I rëndësishëm po për energjinë në tropoj kësaj radhe, duket sikur në natyrën e tij hokatare, qoftë edhe në aspektin politik, I shkel syrin Kinës në prani të dërguarës së Shteteve të Bashkuara të Amerikës. Gjithçka në metaforë dhe flasim në mënyrën e tij të komunikimit politik që tashmë ja njohin dhe ndërkombëtarët. Janë simbolike, janë shkarje, ndoshta edhe nuk donte, por I ndodhin këto gjëra, apo tregojnë diçka më tepër, si isha? Nuk besoj se janë në shkarje, sepse një kryeministër nuk bën ligjërime apo deklarata apo qëndrime në mënyrë krejt të rastësishme, apo sepse goja pa dashje shkoi në një gabim. Besoj se fjalët që jep kryeministri Edi Rama janë të qëllimshme. Pra janë qëllimshme për të parë një fjali e cila do të jetë pasoja e fjalisë së tij. Dhe duket se pasojën e parë në atë fjali që Edi Rama tha që nëse nuk na duan këta që nuk na duan, neve kemi edhe vende të tjera, siç është Kina për shembull. Duket se reagimi ishte I menjëhershëm I ambasadës amerikane, sepse vetë ambasada amerikane shfrytzoi një takim me drejtuesen e gjykatës kushtetuese, Fiona Papajorgjin, dhe ndërreshta ajo jepte edhe mesazhin e vet,
kur thonte që pasi përuronte Fiona Papajorgjin për detyrën e re, thonte që Shtetet e Bashkuara të Amerikës do të vazhdojnë të këmbgulin për të mbrojtur bizneset e tyre dhe çdo person i cili është i përfshirë apo është në netim që ka të bëjë me krimin dhe me korrupsionin do duhet përballet me drejtësinë. Pra le të themi që reagimi i ambasadës amerikane në këtë rast ishte shumë i shpejtë dhe kjo fjali e Edi Ramës e mori edhe përgjigjen e ambasadës përfaqësuese së Shteteve të Bashkuara të Amerikës në Shqipëri. Kështu që nuk besoj që ka qenë një shkarje, ndoshta më tepër mund ta themi si një matje pulsi për të parë se cili do të ishte reagimi pas kësaj fjalie sesa një shkarje. Nuk besoj se një kryeminist bën shkarje të tilla. Por çfarë garancish ka një kryeministri i një vendi si Shqipëria, mendon ti në politikën tonë lokale, ose nuk është trim dot në gjeopolitik, që të bëjë një kolpo të tillë përballë një superfuqie si Shtetet e Bashkuara? Nuk e di ta them, ndoshta kjo pyetje duhet pyesni me Edi Ramën se cili është qëllimi që e bën dhe në pozitën që ai është, sepse ne realisht dim shumë pak nga ajo që Edi Rama di në brendësi dhe në pozitat që është ai, në raportet që ka ai me Amerikën, që duket që nuk janë raportet më të mira, ose mund të themi që ndoshta edhe nuk ka fare raporte me Departamentin Amerikan të Shtetit, pra me administratën Trump. Kështu që është një përgjigje që unë vështirë të ta jap Mirela të ta them se e bën këtë, domethënë, cili është qëllimi i tij, ku do të dalë ai me veprimet e tij, me fjalit që ai shfaq në publik, në prani edhe të përfaqësuesve të ambasadës amerikane. Kjo do t'i mbetet Edi Ramës ta sqaroj për ata që e kanë kuriozitet këtë gjë. E qartë. Ndërkohë që vim tek opozita, e cila ka bërë disa foltore, duket sikur ndezin, sikur s'ndezin, do të thënë është në këtë situatë politike opozita në fakt, ndërkohë që ka edhe një protestë në datën 24 në orën 5 të mbasdites, fillon protesta kombëtare e thirrur nga opozita shqiptare. Në fakt, si të duket ky moment për opozitën, me një qeveri që, siç e tham, pavarësisht të drejthijeve, një gjë pak po e sigurt që raportet i ka të ftohta, të paktën në Shtetet e Bashkuara. Nuk mund të themi për Bashkimin Evropian, megjithëse edhe Gonzato e mbrojti sistemin e drejtësisë, mbrojti prokurorët dhe gjykatësit, pra duket se dhe sinjali BE-s është pro asaj që godet Rama. Pra, opozita përballë një situate të tillë të një këtij acari që ka qeveria me ndërkombëtarët. Është e gatshme, po e kapitalizon si duhet, ka fuqi ta bëj, apo duket sikur ka fuqi, po në fakt s'ka fuqi edhe po bën gjithë këto gjëra sepse e di që mund të do të vetë çfarë analize i bën opozitës? Shiko, fakti që kemi protesta është një lajm i mirë, sepse protestat, sido që t'jenë ato të mëdha, të mesme, të vogla, protestat gjithmonë sjellin një frymë të re. Pra sjellin një lloj reagimi, sjellin një lloj perceptimi të ri, pavarësisht faktit. Sigurisht që foltorët nuk janë në atë që Partia Demokratike di të bëjë, por deri diku Partia Demokratike është justifikuar me foltorët, sepse ato janë foltorë të çdo të hëne dhe janë kryesisht njerëz që thirren qarë brenda për brenda Tiranës. Pra, nuk e mbasim dot në numra me një foltore të përjashme ditën e hënë. Partia Demokratike ka momentin më të mirë për të kapitalizuar të gjithë forcën e saj, të gjithë fuqinë e saj, sepse në këtë situatë që sot ndodhet qeveria, kur numra të rëndësishëm të saj, përfaqësues të rëndësishëm të saj janë në nënhetim, akuzohen nga SPAK-u për akuza jo pak të rënda, goxha të rënda në lidhje me korrupsionin, sigurisht Partia Demokratike do duhet ta ketë këtë flamurin kryesor. E ka flamur kryesor, patjetër, sepse Sali Berisha në çdo dalje të tij për këtë çështje flet, e ka flamur kryesor, por ky flamur nuk duhet mbetet te PD-ja. Është një flamur të cilin do duhet ta mbajnë edhe qytetarët, pra edhe ata që janë populli opozitar që e mbështesin. Duket se problematika lidhet gjithmonë me figurën e Sali Berishës, sepse njerëzit që kanë pakanisi, kjo është e padiskutueshme. Këtë nuk e mohon njëri. Që kanë problematika me keq qeverisjen për gjëra që nuk shkojnë mirë, sigurisht që ka. Po duket që njerëzit nuk po thithen kaq shumë në shesh. Në protestat kombëtare që organizon Partia Demokratike është partia e cila nuk e ka problem ta mbushë një shesh. Domethënë, ka aq forca, ka aq mbështetje, i ka njerëzit e vet. Çështja është a mund të kthehet kjo në një masivitet më të madh, a mund të kthehet kjo në përmbajtjen e një revolte. Pra, një revolte e cila sjell një pasojë. Nuk është ideja që të dalim dhe do dalim në shesh dhe do protestojmë dhe më pas të gjithë do të kthehemi. Sigurisht që njerëzit do të kthehen në shtëpi. Problemi është se ku do përgjigjet qeveria, pra çfarë ngacmon ti qeverinë në këtë rast për të patur një tërheqje apo një qëndrim apo një reagim. Deri tani protesta e Partisë Demokratike nuk e ka arritur këtë gjë.
ndoshta është ende herët, do duhet të shohim se si do t'jenë protesta dhe aksioni opozitari i Partisë Demokratike më pas, por unë e them gjithmonë që problemi fatkeqësisht mbetet te figura e Sali Berishës. Shumë njerëz do duan të jenë në shesh, në vardin dëshmorët e kombit, duan të protestojnë, por ndoshta nuk e gjejnë veten te figura e Sali Berishës e leadershipi i tij. E qartë. Dhe po njëjta problematikë edhe me partitë e vogla. Do flasim për partitë e vogla. Opozita është në fraksione. Saliani po bën disa takime, janë brenda Partisë Demokratike, thotë do marr pjesë edhe në mbledhjen e kryesisë, askush s'më largon dot nga shtëpia ime, tha ditën e djeshme. Por nga ana tjetër, Partia Demokratike duket se nuk është shumë dakord me këto skizmat, pavarësisht se është një parti që i ka sankcionuar fraksionet kësaj radhe, nuk përjashtohesh nga PD-ja, edhe nëse ke fraksion brenda PD-s. Në fakt janë ky moment i Salianit, edhe zëra të tjerë që ndoshta nuk janë kaq mazhor sa Saliani e dobësojnë në këtë situatë që është PD-n, apo duhet të jenë? Spraj për të përgjigjur fillesës së pyetjes tënde që askush nuk e ka dalë brenda PD-s që të heqë Sali Berishën. Me thënë, çdo kush që ka tentuar të krijojë një fraksion brenda PD-s, e ka parë veten jashtë PD-s, përtej oborrit të PD-s. Koha ka treguar që kushdo që i është kundërvend Sali Berishës ka përfunduar në një forcë politike të vogël, të parëndësishme, të paqëndësishme, që sot nuk ekziston në më fare. Dhe ata që kanë dalur kundër, sot janë të rikthyer në Partinë Demokratike. Në mos janë pjesë e PD-s, e mbështesin Partinë Demokratike. Lëvizja Saliani sigurisht i bën mirë PD-s, absolutisht i bën shumë mirë. A do jetë e vogël, a do jetë e madhe, a do ketë një rezultat përfundimtar, a do shkoj kundër Saliani me lëvizjen e vet të trondisi themelet e Partisë Demokratike këtë ja lejmë kohës, por që i bën mirë Partisë Demokratike, i bën mirë. E para se i shkund. E dyta sepse aktivizon vetë PD-n e madhe njerë që të aktivizohet dhe ajo në terren, si me strukturat e saj dhe me bazën e saj. Dhe efektet e para Saliani i ka dhënë, domethënë që i ka bërë mirë, e ka zgjuar nga gjumi Partinë Demokratike. Se sa Sali Berisha deri në ditën kur do të zhvillohen zgjedhjet, do ta lë këtë frym të re, këtë frymarrje të re brenda PD-s që të vazhdojë të marrë frym, apo do t'ja marrë frymën para koha do ta vërtetoj. Në fakt më shumë peshën në këtë rast duket që e ka Saliani, sa i fortë dhe i guximshëm do jetë ai që të shkojë deri në fund asaj gjëje që ka nisur. Ndoshta Saliani smitoi luftën e madhe, atë për cilën ndoshta mund të jetë nisur, por të paktën disa betejë brenda Partisë Demokratike do duhet të fitojë. Interesante është ajo që dua unë të kuptoj është në vazhdim Saliani do të jetë zotria i vetëm që shkon vetëm me një pjesë të bazës së Partisë Demokratike, apo dhe shumë zëra të tjerë brenda PD-s do të fillojnë ta mbështesin, pra do të fillojnë të japin ka dhe zë kauzës së tij brenda Partisë Demokratike. Dikush më shkruan, se po na ndjek dikush dhe shkruan, nuk e dobëson Partinë Demokratike, jo, absolutisht. Jo, është Paterica Ramës. Tani, njerëzit duhet kenë prova dhe fakte të flasin. Nëse ata i kanë prova dhe fakte që vërtetojnë. Kjo ide që duket sikur, se ndoshta është dhe ide që janë kundër, pra ti e ke të qartë se si operohet dhe se si vepron në Shqipëri. Hidh një tymuse diku, të tërhiqet vëmendja dhe dobësohet kauza, ose bëhet pis kauza. Ne dim shumë kauza të mira në origjinë, të cilat janë bërë pis rrugës, sepse futen spine të ndryshme, mendime të ndryshme, hidhet një mendje diabolike, hedh bal diku, njerëzit çoroditen aq që i kanë momentumi dhe i dim si kanë përfunduar. Mendon që në fakt janë goditje për ta dobësuar këtë lëvizje, është Paterica Ramës, është, do të thënë, pavarësisht që ai ka bërë burg, ai e ka kundërshtar politik përtej politikës, sepse Edi Rama e këmbguli për dëshminë e tij të rreme në lidhje me çështjen Babale dhe ka bërë një vit burg për këtë çështje, do ta çojë në Strasburg etj. Si është këtë opinion që ndërtohet për një lëvizje brenda PD-s? Do të ishte edhe për dikë tjetër mendon, pra do të fillon. Ka pasur një rast me Besart Xhaferajn, i cili në një tjetër studio të një kolegu ton shumë të nderuar tha që kur të vinë zgjedhjet, sigurisht që Sali Berisha duhet të nënshtrohet të procesit të zgjedhjeve për kryetarin e Partisë Demokratike. Në këtë moment pati një lumë komentesh të njerëzve, shpërtheu rjeti kundër Besart Xhaferajt vetëm për këtë fjali kaq normale dhe kaq ligjore ose statutore e Partisë Demokratike. Vetëm për kaq. Dhe Besart Xhaferajn, po të them, e vendosën në cep dhe e sulmonin në mënyrë të parreshtë. Dhe këta që e sulmojnë, sigurisht që nuk janë vetëm ndoshta ata spinët e Partisë Socialiste që në këtë rast marrin situatën dhe e shfrytëzojnë për interesin e tyre, por mund të jenë edhe vetë njerëz nga brenda Partisë Demokratike që e sulmojnë. Kështu që nuk presim gjë tjetër që t'i ndodhi edhe Ervin Salianit. Tani kush ka prova dhe fakte që Ervin Saliani
Saliani i shërben Edi Ramës, është i mirë pritur, le të na i ofroj, le të shohim. Ne deri tani si gazetar nuk kemi asnjë provë, asnjë fakt që Ervin Saliani i shërben Edi Ramës. Tani, nëse nuk duam të pranojmë asnjë zë ndryshe në Partinë Demokratike, asnjë mendim ndryshe, asnjë lëvizje ndryshe, atëherë Partia Demokratike ka probleme të mëdha dhe ka shqetësime të mëdha. Dikush shkruan dhe ta mbyllim këtu, se do vazhdojmë me temën tjetër, po përgatitet pas ikjes së Saliut, thotë. Do të thënë të presim Partia Demokratike do ketë një moshë biologjike dhe kur të përfundoj një cikël biologjik do vinë të tjerët, ka dhe mendime të kësaj natyre që nuk e di në fakt i vlen apo jo PD-s. Kjo është, e thënë, nuk e di kush e ka thënë, po është e lik të thuash që do të vi pas Tiki Sali Berisha, sepse ti me këtë fjalinë nuk kupton që kur të largohet nga jeta Sali Berisha, vetëm atëherë do ketë mundësi që Partia Demokratike të ketë një kryetar të ri. Kjo është e lik të thuat, mua nuk më pëlqen kjo. Secili e ka jetën e gjatë, ka përcaktuar ai lart se sa e ka jetën. Por që Ervin Saliani dhe kushdo tjetër, ndoshta s'mund të ishte Ervin Saliani, mund të ishte dikush tjetër, i bëjnë mirë Partisë Demokratike, patjetër që i bëjnë mirë. E qartë. Mbyllim me PD-n dhe dua të ndalem Jo, do t'i thosha këtij personit që shkruan në telefon, nëse do t'ishte i lirë Ali Mehmeti, a do t'ishte po kjo lloj gjuhe e njëjtë? Sepse ata janë fokusuar të gjithë figura Ervin Salianit, por në këtë lëvizje ishte dhe i lirë Ali Mehmeti, mos gabojmë. Pavarësisht se rrugës u zhvendos gradualisht, sepse i mori mesazhet përkatëse nga Sali Berisha, nëse do ishte i lirë Ali Mehmeti që do ta drejtonte këtë lëvizje, a ishte dhe ai patëricë e Edi Ramës? Ta shohim nëse do vijej në krye, mund të dëgjonim spinot me diçka tjetër. E lëm Partinë Demokratike që duket se ka disa dilema të kësaj natyre. Është të folur shumë për një qeveri teknike, për një qeveri kujdestare, për një lënje të qeverisë nga Rama tek një figurë tjetër e PS-s për shembull. Është folur edhe kjo, të gjitha janë spekulimet korridoreve mediatike dhe politike. E para njerë, ka presion trysni Edi Rama të bëjë një lëvizje të tillë, sepse nëse ka 83 vota në parlament të sigurta, edhe gjithë qeverin ta bëjë nga fillimi, e zemre shkarkon që nga numri 2 deri 10, vë disa të tjerë, dhe mbetet vetë kryeministër. Pra, çfarë mund të jetë një trysni e fortë që ta detyroj Ramën të shkojë drejt një qeverie kujdestare? Drejtësia, protestat, ndërkombëtarët, si? Vetëm ndërkombëtarët. Dy elementet kryesor janë drejtësia dhe ndërkombëtarët. Nëse Edi Ramës do t'i duhet të përballet me drejtësinë dhe do të shkojmë në një situatë të tillë, dhe nëse ndërkombëtarët do të kenë qëndrime dhe urdhërimet e tyre që do duhet të shkojmë drejt një qeverie teknike, që për mendimin tim duket e pamundur që ne të shkojmë drejt një qeverie teknike, nuk është çështja të krijojmë një qeveri teknike, është çështja të krijojmë një sistem të drejtë proceseve zgjedhore. Pra këtu është thelbi i të gjithës. Kur gjitha partitë politike duhet hidhen në sheshin elektoral, të jenë me një sistem elektoral zgjedhor të gjithë pranuar nga të gjithë dhe të jetë në funksion të të gjithëve. Sigurisht që forca më e madhe përpiqet gjithnjë që të marrë një pjesë të fitores në tavolinë dhe forcat më të vogla sigurisht e kanë të humbur këtë. Por të paktën të jetë një proces zgjedhor i cili çon në kushte të barabarta partitë politike për të marrë pjesë në procesin zgjedhor. Qeveria teknike duket shumë e bukur kur e thua qeveria teknike, një qeveri e përkohshme, një qeveri që nuk do të ketë përbërje emra të socialistëve, por kush e garanton që kjo qeveria teknike realisht do të prodhojë një sistem të mirë zgjedhor? Kush e garanton këtë? Sepse edhe nëse Partia Demokratike ngre pretendime që me një qeveri 2018 një qeveri teknike. Nuk ishte mirë fjalli qeveri teknike. Nuk ishte, ai flasin qeveri teknike me një rëza politik. Zëvendës kryeministre nuk vajti kur më në zyrë për ato muaj, pati 7 ministrat kryesor, Gazbardi që ishte ministri i drejtësisë hapi një çështje shumë të rëndësishme të prangave në mos gaboj elektronike, një tender i caktuar. Pra, zgjedhjet i fitoi. Kjo ishte vazhdimi që do thoya, sepse Partia Demokratike mund të ketë pretendime që krijojmë një qeveri teknike dhe neve nuk do të ushtrojmë më presion mbi votuesit. Pra ne nuk do të përdorim më burimet shtetërore, ne nuk do të përdorim më të mirat materiale që të ofron shteti, po kush e garanton këtë? Problemi është vetëm gjithë çështja. Unë e them gjithmonë që ka të bëjë gjithmonë me sistemin zgjedhor. Ky është thelbi i gjës. Pra një sistem zgjedhor i mirë, i lejuar ose si ai që kemi pasur më parë që i lejonte koalicionet, çka i jep secilës parti të marrë atë realisht që votuesi i zgjedh, dhe ndoshta një ndryshim i një sistemi që i përshtatet më mirë territorit politik tonin, kjo do të prodhonte më pas një qeveri më të mirë. Nëse e fiton sërish Edi Rama, atëherë populli do Edi Ramën.
Nëse krijojmë një sistem të mirë së pari. Nëse fiton opozita, e fiton opozita. Ku janë forcat e reja politike? Lapa i ka një protestë e cila vazhdon me ata mbështetësit e tij, por ai po qëndron aty. Forcat të tjera politike duken fragmentare, episodike, diku një konferencë, diku një protestë, por ndoshta kaq fuqi kanë, kaq vend ka për to, apo nuk po e menaxhojnë dot? Jo, besoj Mirela, unë mendoj që është më e thjeshtë, secila nga forcat e reja politike është në llogoren e saj. Pra në këtë situatën të krijuar mes Partisë Socialiste dhe Partisë Demokratike, ato do të shohin interesin e tyre politik. Fundit janë forca të vogla politike, janë forca që do t'i duhet nëse zgjedhjet janë 2029, do duhet të ekzistojnë deri në 2029, të ruajnë elektoratin që kanë marrë në 2025, të gjejnë të gjitha format dhe mënyrat se si ato të jenë të gjalla dhe të jenë të zëshme, si në jetën parlamentare dhe jashtë jetës parlamentare. Dhe me siguri forcat e vogla politike do duan të shohin se çfarë do bëj PS dhe me PD dhe kur do të përfshihen këto forca politike në këtë sistem zgjedhor të ri që do duhet krijohet. Pra çfarë do përfitojnë ato, çfarë do marrin ata? Ti beson që mund të ketë një front, nuk ka rëndësi ideologjia, një front nga e majta në të djathtë e forcave të reja politike përballë dy të mëdhajave, gjë që nuk e bën përpara zgjedhjeve. Nuk besoj që Arlind Qori do të bashkohet në protestë kur Sali Berisha, nuk besoj se Agron Shea do të bashkohet në protestë kur Sali Berisha dhe Adriatik Klapaj ku është. Po të bashkoheshin me njëri tjetrin në një protestë, ai sa munden të gjithë këta të rinj, sepse mendoj që ndoshta më rëndësishme se sa ndryshimi i pushteteve nga një dorë në tjetrën, ndoshta tani ka ardhur momenti që të jenë bindës të gjitha forcat politike duke sjellë një ndryshim mentaliteti për sa i përket mënyrës të konsumuarit pushtet, apo jo? Kjo do thotë që të kalosh veten tënde dhe mos mendosh se çfarë do të ndodhi në 2029. Pra, nëse i bie që forcat e reja të mendojnë shumë, të mendojnë gjërë, ideja të mendojnë gjërë për të krijuar një front të përbashkët opozitar. Po këto partitë e vogla prap kanë frikën, ndruhen se partia e madhe PD-ja të mbytë Mirela, është çadra e madhe ajo. Ata votuesit e Agron Sheait dhe Adriatik Klapajt, fundit votuesit e Partisë Demokratike kanë qenë. Thjesht nuk donin Sali Berishën dhe çuan votën në partitë të tjera. Kështu që në frikën që partia e madhe mund t'i shuaj këto, mund t'i azgjësojë si forca të vogla, ato kanë zgjedhur mënyrat të tyre të vogla, ashtu një qelizore, diku dy qelizore, dhe bëjnë ato aksionet e tyre për të qenë në tregun politik, në tregun elektoral, në mënyrën e tyre. Sigurisht, e mira do t'ishte që të kishte një front të madh opozitar për të dalur të gjithë në shesh dhe për t'ju kundërvënë keqe qeverisjes. Por, me sa duket, forcat e reja politike, këto të voglat, kanë zgjedhur këtë rrugë për të patur atë ekzistencën e tyre, për ta ruajtur elektoratin e tyre, edhe ndoshta për të mbajtur edhe një premtim, sepse në zgjedhjet e 2025-s të treja forcat erdhën me akuzat forta si për Sali Berishën dhe për Edi Ramën. Është ende herët në kujtesën e qytetarëve që erdhën me këtë premtim. Ne erdhëm me premtimi për të larguar klasën e vjetër politike, që e cilësojnë atë, se unë nuk besoj në klasat vjetra politike, besoj në klasat cilësore dhe jo cilësore politike, për të larguar Sali Berishën dhe Edi Ramën dhe tani t'i bashkojnë figurës Sali Berishës, i druhen faktit që elektoratin që ata e patën në 2025-ën, ndoshta e rrezikojnë në 2029-ën. Gjithnjë nëse do të kemi zgjedhje në 2029-ën, se ndoshta mund të kemi edhe zgjedhje më të hershme. E qartë, Lida, unë të falenderoj shumë për gjithë opinionin